Ambasada britanike në Tiranë ka pranuar fillimin e hetimit rreth mënyrës se si azilantët shqiptar kanë përfituar në shtetësinë britanike. Në një prononcim për mediat, kjo ambasadë thotë se janë zbuluar një numër rastesh që tregojnë për mashtrime që mund të jenë kryer nga individ që kanë kërkuar azil në Britani dhe si rrjedhim kanë kërkuar në shtetësi duke gënjur për shtetësinë e tyre. Këto raste po hetohen. Mëtej në prononcim, kjo ambasadë deklaron se qeveria britanike nuk do të tolerojë abuzimin e sistemit të migracionit dhe sa herë që zbulohen raste abuzimi, do të kryen hetime të hollësishme dhe do të merren masat e duhura. Nëse do provohet që një individ ka fituar në shtesinë britanike duke mashtruar, falsifikuar apo fshehur fakte materiale, për shembull duke u hequr si shtetas e një vendi tjetër, atëherë ligji lejon që atij të hiqet në shtetësia. Në të njëjtën mënyrë, nëse një individ ka fituar statusin e refugjatit dhe si rrjedhim lejen e qëndrimit për në Britani duke mashtruar, për shembull duke u hequr si shtetas e një vendi tjetër, atëherë është e mundur që atij të anullohet ky status refugjati dhe leja e qëndrimit, përfundon deklarata. Në lidhje me këtë çështje është prononcuar edhe klubi londinez i lëvizjes mjaft. Koordinatori i këtij klubi Ralph Gjoni u shpreh se ne po ndjekim me tepër vëmendje dhe shqetësim këtë fenomen që po shfaq një rritje ritmi gjatë javëve të fundit. E kuptojmë shumë qartë që nga njëra anë kjo është çështje ligjore dhe se autoritetet britanike kanë të drejtën e tyre të plotë të zbatojnë ligjin, ashtu siç shpreh dhe ambasada britanike në Tiranë. Klubi londinez i lëvizjes mjaft mendon se përballë kësaj situate, me një kosto të madhe sociale, shteti shqiptar duhet të ndërhyjë. Do të ishte në interesin e shtetit shqiptar që të angazhohej seriozisht në negociata me autoritetet britanike për të gjetur një zgjidhje bilaterale që të merrte nën konsiderat jo vetëm aspektin ligjor të çështjes, por edhe atë social dhe ekonomik, është shprehur Ralph Gjoni. Ndërkohë Top Channel ka kontaktuar disa ekspert ligjor britanik për çështjen e migracionit, të cilët kanë pohuar se heqja në shtetësisë, statusi të refugjatit apo leja së qëndrimit në Britaninë e Madhe do të vendoset nga gjykata. Mohamed Veliu, Top Channel, Londër.